Përshëndetje nga kuzhina e Nirit, sot kam vendosur të përgatit llokuma të shpejt për mëngjes ose kur doni për drekë, për darkë përgatit që ju knoqen nga shija të shpejt përgatitje edhe të butë pa më krejt, ka ju nevojitën janë 600 gram miell, 100 ml me qumësht e ftoft, një gotë e 200 ml ju plot siç po shihni me kos, një pluhur për pjekje për ndryshe peciv, një lugë të mesme me krip, 2 vezë. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tek mielli, qesim 2 vezë, kripen, mandej marrim kosin. Shtojna pluhurin për pjekje për ndryshe pra pecive, edhe 100 ml pra me qumsht. I përzina spori me tel, mandej ngjeshim brumin si që thmon me duar. Basi kemi ngjeshë tashti brumin me duar, qesim pak miell tek drosa e kuzhinës edhe e qesim pra brumin që kemi përgatit, e ngjeshim pak me duar prapë edhe e shtrina brumin pra me thulluse. Tash pra e morim thullusen edhe e thullojna pra kolaçin që kemi përgatit për llokuma. E kemi shtri edhe brumin, tash e morim një prerëse kështu të picave edhe i prejna pra llokumat. Në moment tjetër mandej e marrim pra gjys litre me vaj, e qesim në tigan edhe e lajna pra vajin me unë. Mandej e pjekum edhe llokumat. Brumin pra s'keni nevoj as pak me lanë, as me pushu, as me u dyfishu, me një herë si të përgatitni e shtrini kështu, edhe i ndoni llokumat. E ndajna edhe kështu, pra i prejna edhe i qesim në një tabake. Basi kemi prej pra llokumat, tashti i renditim në një tabake ose një tepsi, edhe nxejna vaj me një herë. Vaj është nxehur edhe tashti i qesim pra llokumat një nga një që pjeket. E rotolojna në anën tjetër pra. Basi në pjek llokumat, tashti i qesim në një enë edhe deri në fund pra i pjekum kështu, edhe nuk marrin po ashtu shumë vaj që bën tepër të shishën më të butë. Edhe llokumat i kemi pjek, kështu duken, dalin super të butë, pra të shishëm edhe të shpejt në përgatitje. Neve na befshin mirë, juve po ashtu. Nëse i përgatitni, faleminderit për përkrahen që ma bëni, komentet e bukura e deri në recetën e radhës. Nga kuzhina e Nirit ju them, miru pofshim.